folëm pak më parë të pjesa e vajzës që në video shihet që është me shami. Në Francë ekziston laiciteti, dhe laiciteti detyron por jo vetëm në shkollë, gjithashtu dhe në punë dhe në çdo administratë franceze ku ti do ndeshesh si në punë si shkollë, ekziston ligji i laicitetit që nuk lejon asnjë shtetas si francez si të huaj të shfaqi në shkolla, sidomos në këtë rast, fen e vajza është prej shtetit Marokut ose Algjerisë që ndodh më rëndom që ka këtu në Francë, dhe mua më ka rastisur vetë një rast kur një vajzë që ka qenë e ulur në autobus është dhunuar nga një vajzë tjetër që ka qenë e një shtetësie kombësie tjetër me shami, vetëm për një shaka të një vajze që ajo ka qenë duke biseduar me një shoqen e saj, besoj, dhe është dhunuar në autobus. Edhe vetë shoferi i autobusit nuk ka marrë asnjë lloj mase, as nuk është kontaktuar policia, as nuk është ndaluar autobusi që të vitet merr masa ndaj dhunës që është ushtruar në autobus në ato momente. Dhe thjesht rrugtimi ka vazhduar sikur mos ketë ndodhur asgjë.